Gene Hackman dhe bashkëshortja e tij Betsy Arakua humbën jetën nga shkaqe natyrale. Në këtë përfundim kanë arritur hetimi mjekësor që kreu analizat në trupat e tyre, të cilët u gjetën të pajetë të mërkurën e 26 shkurtit në banesën e tyre në Santa Fe të New Mexicos. Rezultatet e hetimeve tregojnë se fillimisht kishte ndruar jetë më 11 shkurt bashkëshortja 65 vjeçare e aktorit famshëm. Shkak sipas mjekëve, ajo vuante nga një infeksion në mushkëri i shkaktuar nga hantavirusi, një virus që prek njerëzit që bien në kontakt me brejtësit, ndërsa 95 vjeçari rezulton të ketë ndruar jetë 7 ditë më vonë, më 18 shkurt nga problemet me arteriet koronare, të cilat ishin dëmtuar pasi artisti vuante nga Alzheimeri në nivele të përparuara. Fituesi i çmimit Oscar po ashtu vuante nga tensioni i lartë dhe për shkak të Alzheimerit, por edhe mungesës së kujdesit nga bashkëshortja nuk mundi të mbijetojë gjatë. Mbetet duke u verifikuar shkaku i vdekjes së qenit të çiftit, i cili nuk rezulton të ketë rënë në kontakt me minj. Trupat e të dyve u gjetën të pajetë në ambiente të ndryshme të shtëpisë, ndërsa pranë Arakuas u gjetën edhe disa ilaçe për kurimin e tiroides dhe qetësues dhimbjesh.